iniciativë ju fort lehtë me riorganizu Partinë Demokratike të Kosovës. Aja ka qenë organizuar, po përçuj kështu me riorganizu. Ke qenë edhe disa herë me po shokët e tu krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që pa drejtësisht po mohon në Hog. Edhe deshta më të vet, a ke marrë miratimin e ish presidentit të Republikës, presidentit historik Hashim Thaçi për riorganizim të Partisë Demokratike? Shqo, Partia Demokratike është një subjekt i organizuar, e thamë me përgjithësi me bindje, i strukturuar shumë mirë, është një parti shumë e fuqishme, Absolutisht. me një potencial të jashtëzakonshëm që ka në brendin e vet. Unë nuk mund të them se është e dezorganizuar, është e vërtetë se nuk është ndoshta kënaqshëm aktive sa duhet të jetë aktive, që unë kam bindje se Partia Demokratike mundet dhe duhet të jetë shumë aktive, e këtë aktive e bën pikërisht duke i mobilizuar potencialin e shumë që ka në brenda vetvetes. Në Partinë Demokratike mos harrojmë se janë autoritetet të cilat thjesht, po e them pa ngurim, pa modesti, edhe këtë po e them, që e kanë bë historinë më të re të Kosovës. Sigurisht. Nismëtare që të procesi. Të rishkruajë histori, ajo është të shkruar. Ajo është e krijuar. Prandaj ato autoritete kryesisht janë në Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe përparësia më e madhe e leadershipit aktual të Partisë Demokratike të Kosovës është se këto autoritete janë të gatshme të japin nga vetja e tyre çdo gjë që kanë. Dhe pa asnjë një kusht, vetëm një kusht e kanë. Fuqizimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kthimin e saj aty ku e meriton. Dhe aty ku e kërkon koha, ku kërkon momenti, ku duhet të merren vendimet e rëndësishme historike dhe ta përfundojmë misionin tonë të shenjtë. Këtyre autoritetet nuk u bë përshtypje se kush ku do të gjendet. Po gatishmëria është, vullneti është, guximi është që ta japin krejt atë që kanë nga vetja për fuqizimin e partisë. Sepse unë jam i bindur se nëpërmes Partisë Demokratike unë do ta realizoj vetveten. Dhe edhe një duhet ta them që dikush ka mision të krijojë diçka. Aktualisht, fatkeqësisht, e them me dhimbje të madhe, se nuk do të kisha dëshiruar që të jetë kjo, po para syve tonë po shohim se është duke u tentuar të rënohen të gjitha ato të arritura. Fatkeqësisht, këtu Mos po na dalin fjalë të kadreve selit. Pas 14 shkurtit që ka ndodhur, tham, ajo ka ardhur si rrjedhim e premtimeve, e demagogjisë, e mashtrimit, lirisht po e quaj e një mashtrimit të madh që ka ndodhur se herë do kur do ta vërtetoj e ardhmja, historia, do ta cilësoj si një mashtrim të madh që ka ndodhur në Kosovë, një manipulim i madh që ka ndodhur me ndjenjat zakonisht të rinisë kosovar, të intelektualëve të ri, që ndoshta edhe mungesa përvojës e bën vetën, po mbi gjitha dëshira që vendin e tyne, shtetin e tyne, të shohin sa më mirë, sa më të fuqishëm, dhe në fundit jetimi në një shtet të përbashkët është e drejtë e natyrshme, edhe populli shqiptar nuk bën veçim nga popujt e tjerë. Po mos po na dalin fjalë. Kemi të drejtë të jetojmë në një shtet të përbashkët. Por ne e kem kuptuar se duhet shkohet në mënyrë evolutive, ngadalshme. Dhe për mua e them nganjëherë kështu për përdorur një shprehje, bashkimi nuk ka brina. Është ky që po jetojmë sot. Sot me letër njoftimin që udhton në qytetet e Kosovës, udhton edhe anë Shqipërisë. Nuk ndal askush me investu në pjesën ekonomike. Kërkush nuk na pengon. A di pse deshta mund ndaluaj, kom po shpesh herë për internet gjithandej po qarkullon një fjalë me ish kryeparlamentar Kadri Veseli duke i thonë kryeministit Albin Kurti që kemi prunë Serbinë Kosovë. Shumica fjalëve që kanë dalë. Mos po ndodhet se që është e dhimbshëm, unë nuk kam pas dëshirë,
as zoti Veseli nuk ka pas dëshirë që të dalin ato. Po është fjalë po dalin. Edhe ne këtu që jem në këtë studio, edhe gjithë qytetarët e Kosovës kanë pas dëshirë që mos të dalin. Po Kadri Veseli e ka njoft Albin Kurtin, pikpamjet e tij, aftësitë e tij, guximin e tij, vullnetin e tij, edhe shumë çka tjetër. Prandaj edhe kjo fatkeqësisht po ndodh në realitet i hidhur para nesh. Rikthimin dhe së fundmi, paftyrësia më e madhe, përveç shumë e shumë tjera, që është edhe kur një kriminal, një vrasës, që është dëshmu nga gjykatat ndërkombëtare që është vrasës, ka vrarë motrat tona, nonat tona, fëmijët tonë, vëllezërit tonë, të quhet edhe të shpallë, hero, ndërsa të nguroj, të thot vetëm një fjalë të vetme për krerët, për herojt e luftës, ata që e kanë për trend, për ata që e kanë sjell lirinë, që e kanë çliru vendin. Kjo është më tepër se sa e tmerrshëm, kjo është vërtet tragjike. Dhe kudo që të kish ndodhur në një popull tjetër, një kryeministër i një vendi me boni një gjest të tillë, absolutisht do të kishte qenë i detyruar më njëherë të shkojë në shtëpinë e vet. Kjo do të ishte minimumi i minimumit. Se ky njeri nuk duhet të kërkohet vetëm si gabim. Jo, ky duhet marrë përgjegjës. Ka përgjegjësi edhe për shumë veprime. Ne duhet ta kemi qartë çdo qytetar i Kosovës se si ka ardhur Albin Kurti në pushtet, si ka ardhur të vendose, çish ka manipulu me vullnetin e djemve të vajzave të reja. Si pas Albin Kurtit, fjalës së Albin Kurtit, ne kam thënë edhe një herë, edhe Arben Gjeladini, Man Bala, ata janë vra, ata kanë dhënë jetën, se i kanë besu një kauzë që ka ofru Albin Kurti. Kush është përgjegjës? Ku janë ato qëndrimet e Albin Kurtit? Ato i harroj të gjitha. Ju kujtohet ju dhe çdo qytetari bëj thirrje, ndaluni, kujtoni ato skema pas shpalljes së pavarësisë. Pas nimit të himnit në parlamentin e Kosovës. Ato kundërshtimet që i kanë pas. Le të nalen, nuk po kërkoj nga qytetarët as më shumë, as më pak. Vetëm le ta sjellin në vëmendje, le ta rikujtojnë të kaluamën, premtimet e Albin Kurtit, domet që i ka shkaktuar vendit me ato veprime Albin Kurtit. Në emër të reciprocitetit, në emër të vetvendosis, prodhimet vendore tjera e dim se çka ka ndodhur. Jo negociata vetvendosis. Edhe ato duhet të jep dikush përgjegjësi. Pse ka ndodhur? Janë shkaktuar dome materiale ekonomisë të vendit. Janë përmbys ato maunat sa dikemne të fresta me prodhime të ardhura nga Serbia. Ndërsa sot çka ka ndodhur? Ju lutem, këto janë disa që vërtet ne na shqetësojnë të gjithë, duhet të rikujtojmë ato çka, le të mendojnë qytetarët edhe për Adem Graboci. Ku ishte Adem Graboci tje? Çka ka bërë Adem Graboci tje? Dhe kur edhe nëse unë kom qenë ato, falënderit që i rikujtove ato përpjekjet mia. Ato kanë qenë, të lutem, unë e them gjithkohë sepse o bindje ime. Të gjitha ato përpjekjet që i kom bën deri më sot, ka qenë vetëm diçka për vendin tim. Gjithçka. Sigurisht. Gjithçka për vendin. Jo sigur dikush që dhet shumë. Të lutem, gjithçka për vendin kanë dhënë vetëm ata që kanë të leju. Vetëm dëshmorët, herojt. Gjithë ata tronë, pa marrë parasysh se janë më meritor. Ata kanë bërë çdo gjë. Ne kemi bërë diçka, kemi bërë përpjekje. Ne kemi obligim dhe përgjegjësi, po këtu hala rritet edhe më shumë obligimi dhe përgjegjësia jonë me qenë edhe më aktiv, më dobishëm për këtë vend. Sepse në fundit unë kam obligim edhe para sakrificat mia, para familjes, para atyre shokëve që kanë ra. Prandaj ajo me obligon që unë të angazhohem edhe më shumë dhe mundësisht asnjë sekond të jetës mos ta kursej për të kontribuar në përmbylljen e këtij misioni.